shqiptare që dolin e ndjekin luksin edhe i dim venet më të mirat dhe më të shtrejtat se ku me shku. Po tani krit muin i mshojnë fyllet. Jo, vëlla nuk i mshojnë heq Dafinon edhe ma jere tash nuk i di me qfarë lloj njerëzve po i shë dhe po i takon te, sepse qikat e reja, edhe ceka dhe ma herët, mosha mesatare, bash, sponsorat, mosha mesatare e femnave e kanë luksin maksimum edhe asë nuk punojnë. E që kesh me bo luks, te në për qëtu venat më të shtrejta, ku janë në Kosovë ose në Prishtinë, mundësh me dal i shef femnat e reja, me tavolina plot, me tesha të kurume prej këpucave dhe i të flok. Po s'jon krejt, 20% shqiptash. Jo, nuk është 20%, 20% është që ke qa po thu te që nuk dalin edhe nuk hargjojnë, se 80% është që e bojnë luksin edhe plus gjysa e 80% që asë nuk punojnë edhe kanë luksin ma shumë që sa ta. Nëse ki fjallin për çdo ditë njëjta ftyra se na jena popull shumë i vogël, mrana Prishtinës krejt e njohem njani tjetërën. Nëse dalit njëjtat, po dihet. Unë e dal një herë njavë, ose një herë në javë, vishën kur dal e shijaj, e noli me telefon me krejt. Po, valla dhe me dal çdo ditë, kitë pali dhe me bobajat, jo. Që po thu ti, unë qëto e funksionaj, edhe funksionaj shumë mirë, pëse mërë me dalë gjdo ditë palidhje, palidhje. Po shumë mirë, që shumë mirë që është e jotja, na jena të folë për shumicën, na jena të folë për popull, nuk jena të folë për vete. Se më janë nisën me folë për vete, unë e di qatëm, na jena të folë për qikat e sotit gratë, për luksin që janë të e bo. E nëse jena të folë për tjerë, Dafin,